tuaj një tavë me qep, me mish të grirë, me mish të prerë në copat vogla, me vezë, dhe kjo tavë quhet tavë me kima me qep. Është gatuar ndërshekuj ose më përpara, është gatuar në zonën e Myzeqes, është e njohur domethënë në këtë zonë, me aq sa di unë, po edhe në vende të ndryshme të Shqipërisë në Tiranë gatuhet dhe quhet si tip fërgese, me aq sa di unë nuk. Edhe ne do ta gatuajmë sot, na duhet 1 kg qep, na duhet mish i grirë, 150 gram sipas mundësisë, 3 kokra vezë, 1 majluge gjelle me miell, pak piper i kuq, piper i zi, krip, edhe pak qumësht. Na duhet gjithashtu edhe një filxhan kafeje me vaj për gjellë. Në fillim do të vendosim qepën në tenxhere, do ta kaurdisim në temperaturë mesatare dhe më pas do shtojmë mishin. Në qoftë se nuk keni mish, mund të përdorni edhe mëlçit e qingjit, janë shumë të mira, dhe mëlçit e viçit, bëhet me çfarëdo lloj mishi apo të brendshme. Pasi për 5-6 minuta kemi kaurdisur qepën, do shtojmë edhe mishin. Dhe i lëm disa minuta sa të zbutet edhe mishi paksa, të zjej, tu të skuqet kaurdisën së bashku. Do t'i lëm edhe për 3-4 minuta të tjera. Shtojmë kripën edhe piperin e zi, mbyllim edhe sobën. Dhe kjo është gati, qepa me mishin. Pasi ka kaluar pothuajse 10 minuta gjithsej me qepën e me mishin të kaurdisura së bashku. Do ta largojmë, do e lëm të ftohet pak dhe do merremi me vezët. Do t'i rajmë vezët me pak miell, me një lugë gjelle. Do t'i rajmë, do shtojmë edhe qumshin këtu dhe këtë mas pastaj do e hedhim tek qepët. Shtojmë edhe qumshin dhe i përziejmë të gjitha së bashku. Masën e përgatitur me qepë me mish do ta vendosim te tava e qelçit për pjekje. Gjithashtu do ta sheshojmë mirë, do ta sheshojmë në të gjitha cepat e tavës, do ta hapim mirë dhe mbi këtë pastaj do të hedhim masën me qumshin edhe me vezët e përgatitura me miellin. Vezën dhe qumshin pasi kemi përzier mirë me miellin, do t'i shtojmë mbi sipërfaqen e tavës. Do t'i hapim me kujdes që të shkojë gjithandej. Pasi e hapi mirë, do të vendosim edhe piperin e kuq mbi sipërfaqen e tavës. Dhe pastaj e kemi gati për ta pjekur në furrë në 200 gradë për 15-20 minuta, jo më shumë. Ja ku e kemi edhe tavën të përgatitur, kim me qepë e me vezë. Është bërë shumë e mirë, ka aromë fantastike, shumë e shijshme.